Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh kolesterolit, diabetit dhe trurit nëse konsumoni një sheg çdo darkë. Shega njihet si një nga frutat me përfitime të mahnitshme shëndetësore që nga koha e Hipokratit, ku përdorej për të trajtuar diaren dhe probleme të ndryshme, ndërsa romantike cilësonte atë si një produkt me cilësi të lartë kozmetike. Mund të konsumohet në formën e lëngut ose edhe në përbërës shtesë, si për shembull kryesisht edhe në sallata. Brenda një kokre të vetme me sheg do të gjeni rreth 700 fara të vogla të kuqe që përmbajnë afërsisht rreth 100 kalori, duke e bërë atë një frut të pëlqyer për të përfshirë në dietat e ndryshme. Shega mund të ndihmojë edhe për të shmangur problematika të ndryshme duke përfshirë këtu edhe ato që lidhen me imunitetin dhe zemrën. Lloji më i mirë i saj është shega e lëngshme, me ngjyrë të kuqe të errët dhe sigurisht me lëkurë të hollë. Këto janë arsyet sipas Elsajt dhe përfitimet kryesore që do të sjellë konsumi i shegës në dietën tuaj. Ndihmon në uljen e kolesterolit. Shega ndihmon në uljen e sasive të kolesterolit në gjak. Është antioksidues i fuqishëm që lufton kolesterolin e lartë në gjak, tensionin e lartë si dhe ulë rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Është mirë nëse hani një sheg në ditë ose t'i shtoni farat në ushqimet tuaja të shëndetshme, si në sallata ose në kos. Ajo ka përmbajtje të ulët të sheqerit. Sheqeri është një nga shkaktarët kryesorë të shumës sëmundjeve të rënda si obeziteti, radikalet e lira, diabeti dhe problemet të lëkurës. Është e rëndësishme të kufizoni konsumin e sheqerit ose të eliminoni atë nga dieta juaj. Shumica e frutave janë të larta në sheqer, por jo shegët. Gjysmë filxhani me fara shege plotëson 8 gram sheqer dhe rreth 70 kalori. Shega është e mirë edhe në mbështetjen e funksioneve të trurit. Për shkak të përmbajtjes së lartë të antioksidantëve, shega ndihmon në përmirësimin e kujtesës suaj dhe aftësinë njohëse. Ajo gjithashtu mund të zvogëlojë rrezikun për të prekur nga sëmundjet e Alzheimerit dhe mund të jetë e dobishme edhe për njerëzit e prekur prej saj. Shega ndihmon gjithashtu në uljen e presionit të lartë të gjakut. Studimet tregojnë se shegët mund të ndihmojnë njerëzit në reduktimin e presionit të lartë të gjakut, veçanërisht ata që vuajnë nga hipertensioni. Lëngu i shegës si dhe kokrat e saj kanë në përmbajtje të lartë të antioksiduesve, të cilët ndikojnë edhe në muret arteriale. Shega ka veti të mira antiplakje. Shega është e njohur për vetitë e saj antiplakje. Përfshiheni shegën në dietën tuaj dhe do ju ndihmojë në luftën kundër rrullave dhe dukurive në rënje të elasticitetit të lëkurës. Kjo tingëllon si një arsye më shumë për të shtuar shegën në sallatë, në kos ose edhe në mbëlsirat tuaja. Shega ndihmon kundër radikaleve të lira. Supa, frutat, perimet nuk mund të trajtojnë problemet të rënda, por mund të ndihmojnë në parandalimin e rritjes së qelizave të dëmshme. Shega është një nga frutat që ka këtë veti, prandaj nëse hani ose pini lëngun e shegës rregullisht, mund të ndaloni rritjen e qelizave të dëmshme. Gjithashtu mund të shtoni disa kokra në mjaltë dhe të hani për mëngjes. Shega është një produkt shumë i mirë në uljen e inflamacionit. Ngrënia e shegës ndihmon në uljen e inflamacionit dhe lufton simptomat e artritit. Lëngu i shegës mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të ndryshme, citon Elsajt. Shega është një nga frutat më të rrallë në tokë për nga vlerat që ka për shëndetin. Ai është një frut çrrues i pasur me antioksidues gjithmonë i vlerësuar si simbol i shëndetit. Shumë studime kanë vërtetuar që bëhet fjala për një nga frutat më shërues në botë për shkak të ndikimeve të dobishme në sistemin kardiovaskular, nervor dhe atë kockor. Është treguar që doza ditore e ekstraktit të shegës nga i cili më së shpeshti konsumohet çaj ose pekmez mund të ndihmojë në uljen e tensionit dhe të kolesterinës. Shkencëtarët konsiderojnë që kjo mund të reduktojë rrezikun e sëmundjeve në zemër te personat obez me 17%. Përveç dobive për zemrën dhe enët e gjakut, përbërësit e shegës pengojnë rritjen e problemeve të gjirit, të prostatës, të zorës së trashë dhe parandalojnë ndryshimet që nxisin edhe inflamacionet. Shega është po ashtu e mbushur me vitaminën C dhe konsiderohet një mjekim i shëndetshëm kundër proceseve inflamatore. Ndërsa është një burim i mirë i vitaminës B5, kaliumit, fenoleve natyrale dhe flavonoideve. Për ngritjen e imunitetit dhe parandalimin e çrregullimeve të ndryshme shëndetësore, ekspertët rekomandojnë konsumin e 250 ml lëng shege të shtrydhur ose edhe fruti i gjallë.
Ulëntimet kanë treguar se vaji i shegës mund të mbrojë kundër problemeve të sheqerit, zemrës, trashjes, gjithashtu edhe pasurimin e trupit tuaj me antioksidant. Përveç këtyre të mirave, theksohet se lëngu i shegës përmirëson funksionet tuaja të përgjithshme. Studime shkencore të ditëve të sotme po hedhin dritë mbi vlerat e shegës, përse ky frut është kaq i dashur deri në mitik për të gjithë popujt, që në lashtësi ai është cilësuar një nga produktet më të mira për të shtuar në dietën tuaj. Gjithashtu shega është një nga produktet më të mira ushqyese të cilën duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja dhe gjithashtu të mos neglizhoni konsumin e saj sidomos gjatë sezonit. Shega mbron dhëmbët, mbron zemrën, lufton ftohjen dhe gripin, ndaj konsiderohet një frut i shëndetshëm dhe pikërisht këto janë disa nga arsyet pse duhet të keni këtë frut në menun tuaj ditore. Shumë studime kanë vërtetuar se është një nga lëngjet më shërues në botë për shkak të ndikimeve të dobishme në sistemin kardiovaskular, nervor dhe atë kockor. Përveç dobive për zemrën dhe enët e gjakut, përbërësit e shegës pengojnë rritjen e problemeve të gjirit, prostatës, zorës së trashë dhe parandalojnë ndryshime të ndryshme të trupit. Shega është e mbushur me vitaminën C dhe konsiderohet dhe shihet si një lehtësues i proceseve inflamatore, një burim i shkëlqyer i vitaminave B5, kaliumit, fenoleve, gjithashtu edhe elementeve të tjerë shumë të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit. Shega është ndër frutat që me lëngun e saj mund të lehtësojë një sër komplikacionesh. Është e njohur për vlerat ushqyese dhe shëruese, prandaj sugjerohet të konsumoni rregullisht lëngun e shegës. Shumë studime kanë vërtetuar se është një nga lëngjet më shërues në botë për shkak të ndikimeve të dobishme në sistemin kardiovaskular, nervor dhe atë kockor. Përveç dobive për zemrën dhe enët e gjakut, përbërësit e shegës pengojnë rritjen e problemeve të gjirit, prostatës, zorës së trashë dhe parandalojnë ndryshime në të cilat e rrisin edhe komplikacionet. Shega është e mbushur me vitaminën C dhe konsiderohet si kuruese kundër proceseve inflamatore. Gjithashtu është një burim shumë i mirë i vitaminës B5, kaliumit, fenoleve natyrale e të tjera. Gjithashtu ekspertët këshillojnë edhe konsumin e saj si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese edhe për rritjen e vlerave të trupit dhe gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve. Një studim i Universitetit Elisabethian të Edimburgut në Skueçi provoi se konsumi një shege në gjendje frutore ose si lëng është në gjendje të rrisë gjithashtu edhe aktivitetet tuaja. Shkencëtarët amerikanë mbështesin se konsumi i përditshëm i shegës nga nënat e ardhshme mund të pengojë në dëmtime të mundshme të trurit të embrionit. Përmban lëndë antioksiduese që kontrollojnë tensionin arterial dhe ulin gjithashtu nivelin e kolesterolit. Shega e pjekur, e nxehtë dhe e lagësht i ndihmon fytyrët dhe mushkërive, gjithashtu edhe në parandalimin e problemeve inflamatore. Si laksativ i lehtë pengon kalbëzimin në lugë dhe është i fuqishëm në mesin e kategorive të gjithanshme të ushqimeve si burime me vlera të shumta të substancave të mira për trupin e njeriut. Shega tretet më lehtë dhe thithet shpejt për shkak të temperaturës së saj të jashtëzakonshme dhe të lehtë. E nxeh lugthin ngadalë, i nxjerr jashtë gazrat e lugtit dhe rrit gjithashtu edhe organizmin tuaj për të tretur më mirë ushqimin. Lëngu i shegës shuan etjen, rritoreksin dhe jep freskimë ndimeve tuaja për shkak të efekteve pozitive në sistemin nervor. Gjithashtu përdoret me sukses edhe për heqjen e njollave dhe rrullave të fytyrës. Lëngu i shegës ka 3 nivele më të larta të antioksidantëve se të rrushit të zi, çajit jeshil dhe se vera e kuqe. Përmban një sasi të lartë të përbërësve bioaktiv, flavonoide, antiocianina, thartira, fenole, të cilat kanë shumë rëndësi në rregullimin, ripërtëritjen dhe zhvillimin e qelizave. Është shumë e pasur me kalium, potas, hekur, vitaminën A, C dhe E. Përdorimi i shegës në mjekësinë popullore gjithashtu ka gjetur një përdorim të gjerë dhe mund të lehtësojë një sër komplikacionesh. Shega është një frut magjik për të shtuar vazhdimisht në dietën tuaj, ndaj konsumi i saj në mënyrë të rregullt brenda normave të lejuara sigurisht që do të jetë një element plus në të mirë të shëndetit tuaj, citojnë ekspertët e shëndetit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.